Artur Shkurti, një qytetar i Vlorës pronar në Dhërmjet, atje ku paraardhësit e tij jetonin prej dekadash, i është drejtuar me një letër të hapur kryeministrit Edi Rama. Shkurti rrëfen se si pronat e tij po grabiten nga njerëz të Edi Ramës, biznesmen që favorizohen nga pushteti, pavarësisht vendimeve të gjykatave. Ai akuzon drejt për së drejti Edi Ramën për gjithë procesin e grabitjes së pronave përmes falsifikimeve, presionit, mos funksionimit të institucioneve dhe vënies së policisë në shërbim të biznesmenit që ka dalë në skem. Përpara një muaji, në kohën që ishit me pushime në Dhërmi, keni vajtur personalisht në vendin ku ndodhet prona së bashku me Julian Morinën dhe drejtoreshën e përgjithshme të kadastrës dhe pas 3 ditësh, një ndërtesë pa leje e ndërtuar në kufit e pronës është blerë dhe hipotekuar brenda natës nga zotëria në fjalë. Me kramarrje do me thonë për të na krijuar problem sepse shtëpia pa leje ka pushtuar edhe një sipërfaqe të vogël nga prona jon. Mbase do t'ju kujtohet, ishte dita kur Julian Morina hodhi ndet skafin e blerë në Turqi, por veprimet u bashkërenduan dhe nuk u ndaluan këtu sepse pas një jave na erdhën zotërinjtë e monumenteve të kulturës me një vendim të firmosur nga Blendi Gonxhe për rrethimin e kishës së Shën Stefanit, kishë që është e shpallur monument kulture, shkruan Shkurti në letrën e hapur drejtuar Edi Ramës. Në vijim, qytetari i kujton Edi Ramës edhe një tjetër detaj, duke implikuar edhe më tej në atë që mund të quhet si grabitje e pronës në mes të ditës. Më lejoni t'ju kujtoj se disa ditë më pas vizitës në pronën tonë në Dhërmi, bët edhe një shëtitje në Qeparoj, shoqëruar nga 2 vet të cilëve nuk është e nevojshme t'ua përmend emrin, sepse njerëzit, këto qenie që ju i konsideroni si krijesa të një zoti të një shkallë më të ulët, shikojnë dhe e kuptojnë më së miri se çfarë po ndodh. Dolët në majt fshatit dhe fotografuat personalisht të gjitha shtëpitë e vjetra pa çati. Deri këtu kemi arritur që kryeministri i vendit merret me shtëpitë e çdo fshati. Kaq të pangopur jeni, do lini ndonjë kasolle apo ndonjë metër tokë për frymorët e tjerë, shkruan Shkurti ndër të tjera. Gjyshyt Petro Koleka, që ishte edhe kushëriri i parë i gjysheësime, ka lënë një thënie pas nga koha e diktaturës, një thënie që duhet kishe ta thoshe në atë kohë. Nuk ka laps që t'i shkruaj poshtërsitë e këtyre, duke ju referuar bëmave të shtetit komunist. Jam i sigurt se po t'ishte gjallë, nuk do t'ju kursente as ju dhe do t'ju thoshte. Nuk ka kompjuter që të mund t'i shkruaj poshtërsitë e pushtetit tënd, sepse maja e lapsit nuk mjafton. Vijon letra e Artur Shkurtit për kryeministrin Edi Rama.